A ka logjik me funksionu një qeveri që 2 muaj pa një program politik, pa një program qeverisës? A ka logjik që 17 dit i kanë mbet këtij kuvendi për me arrit deri te marrëveshja e presidentit dhe vazhdon në mos të madhe një performancë publike për një konsum politik pa arritur asnjë zgjedhje. Pra e shoh bukur problematike situatën kur krizat janë mbiemri i qeverisë. Pra për mendimin tim, kjo qeveri e ka emrin qeveri e mbjendin e ka kriz një pas një. Është e pa logjikshme, dikush që ka qenë ministër që 5 vjet, dikush që është ministër tash, edhe vetë mos me lyp në komision me orë me prezentu një plan 10 pikë se qa e kam plan me e bo. Apo krejt këtë ushtrim që po e bojmë, edhe këtu në konvent, edhe me renditës, edhe me hyrjen e ligjeve, pa procedur, e kanë veçëm një qëllim, me u bu platform, edhe njëre një por zgjedhjeve. Jo bre, kolegë ministra që ja, këtu që jeni e dashur deputet, kjo është shifet prej aeroplani, që qëllimi është mos me ardhe i të zgjidhja, problemi është me ndërdu blokad, me shku në zgjedhje, edhe një farforme me normalizu funksionimin e shtetit me qeverin detyr e me institucione të cilat shkojnë vit pas vitin zgjedhje. 4 herë i me shku në zgjedhje vitin e ardhshëm, rrezikojmë me shkue edhe në një palë zgjedhje, rrezikojmë ballaki me shku edhe në një palë zgjedhje. Çfarë përgjegjësie politike është kjo? Thras qeverin që urgjentisht të sjell para këtij kuvendi një program politik. 65 milion euro i ka kushtu buxhetit Kosovës rroga 13. Am tregon ministri i financave apo cili do ministri i tregtisë, kushdo që ashtu, çka kanë bë për punëtorët, të cilat neve na i dhon rroga, që i paguajnë taksat. Çfarë politike kanë bë qeverisë për sektorin privat? Për ato që është sot në ndërtimtari, për atë zojen që është ulën në kos, për ata ndërmarrës të vogël, për ata njerëz që i kem shitorët para banesave tona. Çfarë veprimi ka ndodhur? A ka një most vetë me kjo qeveri? A mendon që edhe ata janë Kosovë? 80.000 njerëz të cilët ja u dha rrogën e 13, ku në botë, as ja e pa Amerika rrogën e 13, as Gjermania, as ka vend në botë, na Kosova vendi më i vorpur, më ja dhon rrogën e 13 e mos me bë asnjë veprim për sektorin privat.